Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë dhe vetëm nga I fali dhe ndihmë kërkojmë. Ndonjëherë ne si njerëz kemi emocione, kemi mërzia të shumta të lloj-llojshme. Mirë po pas kësaj historie, ende më shumë u mërzita. Si mundet ne si muslimanë dhe si shqiptar mos të respektojnë prindërit e tanë? Në cilën fe, në cilën ideologji, në cilën libër e keni mësu këtë, e keni lexu këtë? Si ka mundësi djali, unë këtë së në kuptoj, mos shkon të viziton babën e vetë. Me qenë se je largë, me qenë se je në Amerikë, me qenë se je në Australi, e kuptoj. Mirë po, në kojshi, mos me shku të baba, mos me shku të nana, a në këtë deregje kemi ardhur si musliman? Ndoshta do ju dukëm pak nervos, po ku mos me qenë nervos? Se dhe unë I kam fëmijët e mi. E inshallah të gjithë njerëzit edhe besimtarë kudo që janë, Zoti I udhëron fëmijë. Edhe ata që s'kan, inshallah do t'i kenë, inshallah. Çka thot Allahu në Kur'an? El malu wal banune zinetul hayatit dunya. Pasuria dhe fëmijët janë zbukurimi I kësaj bote. Fëmijët e tonë duhet me eduku, duhet me shkollu. Para mendoje një fëmijë I shkolluar, ama jo I edukuar. Një fëmijë që shumë din, ama nuk ka edukat dhe nuk ka moral. E ai nuk shkon me vizitu babën, ai nuk shkon me vizitu nanën. E dini pse? Se feja I mungon, edukata islame I mungon, edukata kombëtare I mungon. Për të habit dhe për të çudit, për para, ndëgjojsha une se ka shtëpia të pleqve, edhe duke u rrit u habit sa si mundet, pse? Edhe thosha, si ka mundësi prindi duke e pas baba dhe nana, duke e pas familjen, fëmijët e vetë, vajza qofshin apo djem, qënë të shtëpia e pleqve, ama se do të vinë koha, edhe në musliman, do të shkojmë të shtëpia e pleqve, unë këtë asë njëherë se në kam kuptu. Ama tash për e kuptoj. E dini pse e kuptoj? Se kena fëmijën e qofshin djem apo vajza të pa edukuar. Po e vërteta, shumë dituri kemi përparu shumë. Bile prinderit e tonë si marrin dorë, duke e thonë atyre, ti nuk e di, ti nuk e di, ti nuk e di. E tash pse fëmijët me dallu? Pse ti pas ke bo pak pare, e qenë ke biznismen I njofshëm, mos me shku të baba, me alon gajlen krejt ti vlau tënd që on s'kam nor, o fukara, o shti pa mundshëm. Çfarë borgje I ka, ai me mbikëqir, e me pas sjellje të mirë, ndaj babës dhe nanës e ti pse ke pak pare. Çfarë pune ke më të madhe se sa me respektu babën dhe nanën? Çka të ka bo keq baba jot? Është mundu. Para mendoj e disa herë natën se ka zonë gjumi. E disa herë është mërzit për ti. E ti s'ke kohë, edhe në telefon ju përgjigj. A nuk të vjen turp, babës tanë me I thonë telefon, nëse do 50 euro të jap, ama s'kam kohë me të taku. Turpin ban, o vllai dashur. Nëse s'ke turp, çka dush ban? Ama bas çka dush ban? Ama mbaj mend, çka të mbjellësh do të korrish. Nëse sot ti babës tant ja ban kët, para mendoj nesër ata fëmijët e tu çka kanë me të bëu ti. Unë sam duke fol me mbledh. Inshallah Zoti të udhëzon fëmijët, e bën të mirë të respektojnë. Mirë po me një aspekt dush me la gjunahin tënd. Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an thot wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Allahu e ka shkruar, e ka obliguar që mos të besojmë askënd përpas Allahut dhe pastaj thot ti respektoni prindërit tuaj. Feja e lidh këtë punë. Ne besimtar jemi, ne jemi musliman. Por edhe jemi shqiptar, vëlla. Si ka be mundësi ti çfarë shqiptari je? Unë se di se me çka mburësh ti kur takohesh me shokët e tu. A nuk ke pat shokin tanë që do njerë humbet? E di ku shkon ai shoku jot?
ka shku të babe vetë dhe të nane vetë. E ti s'ke kohë me shku të baba jote dhe të nana jote. Nana e dhimbshme prap mundohet me të mbrojt. Ama baba nga mërzia, se baba asnjëherë nuk e fëmijën e vet. Baba dhe nana hinë zjarë për fëmijën e vet. Hudhen ndeti për fëmijën e vet. Ama ti çka ke bën për babën tënd? Asgjë. Edhe në fund, si e ke sjell punën? E ke sjell punën që baba jot me të mallku, me të nem në gjuhën tonë. Mallkimi dhe me të nem o njësoj. Edhe pastaj me e keqja. A na ka hije neve me vdek duke mos fol me prindërit tanë? A na ka hije neve me vdek duke qenë të hidhruar me prindërit tanë? A na ka hije neve me vdek duke mos i respektuar prindërit tanë? Vallahi turp qoftë. Edhe se din si ke me dalë para Allah subhanahu wa taala. Para mendoj ke vdek, ama babën dhe nanën i ke lënë të mërzitur. I ke shkatru emocionalisht. I ke shkatru shpirtërisht. E parët ku i laje? Biznesin ku e laje? Të mirat e kësaj bote ku i laje? E bashkëtorën e fëmijët ku i t'ja laje? Prapt, prindërit e tu kanë më mundu me t'i shkollu fëmijët, e me ta ushqi bashkëtorën, e me ta mbrojt familjen. Edhe pse ke vdekti, ama çfarë vdekje? Vdekje të keqe. Pasha Allahun vdekje keqe, nëse vdes duke mos qenë të kënaqur as Allahu me ti, as baba dhe nana. Ama Zoti nuk ta sjell kët nëse nuk e don për ditë. Zoti e mëshirshëm, 1 herë, 2 herë, 5 herë, 100 herë të mëshiron. Edhe baba dhe nana nuk të mallkojnë me 1 herë. Mirë po të me vite të tëra, s'ke pas kohë me shku të baba, e me shku të nana. Edhe e ke sjell punën, me të mallku baba, edhe me vdek me këtë mallkim. Unë prap, nuk kisha pas dëshirë, që në botën tjetër me pas keq punën. Mirë po, duhet me marrë mësim, ne që jemi gjallë, e që jemi shëndosh e rahat, kjo botë i ka preokupimet e veta, i ka gajlet e veta, i ka detyrat e veta, i ka mërzit e veta, ama mos e krahaso babën dhe nanën me askën tjetër. Pasha Allahu se ata janë sebeb për ardhjen tënde në këtë botë. E di me sa herët janë mërzit që ti se ke ditë. E di ata sa kanë qajt e ti se ke ditë. E di ata sa herë kanë ndet ose e kanë kalu natën pa gjumë, ati se ke ditë. Edhe në fund, ke dështu totalisht. Ke dështu, vallahi ke dështu. E di pse ke dështu? Sepse nuk e ke respektu ligjin. E ligji i kësaj bote nuk ka veç parë me pas. Nuk ka veç autoritet me pas. Nuk ka vetëm mu vesh mirë. Nuk ka vetëm mu mbur. Nuk është vetëm mu qenë krije lartë, ke krije math. Po në këtë botë e di kur je i mirë. Kur fillimisht e respekton babën dhe nanën. Se ti nuk mundesh me më respektu mu, a unë e di që të babën tanë se do. Mos me ndo që unë ka me të besu ti. Po unë për interes ka me të mbajt. E që ata shokt, që natë e ditë këndejt ma ata, ku i ketash? Ku janë? A të shpëtuan nga vdekja? A të shpëtuan nga mallkimi i babës? Nuk mundën me të shpëtu. Nuk mundën me të shpëtu, sepse ti punën e ke bon me dështu. Ju mësoj rini e dashur, vlezër dhe motra, ku do të qeni. Nëse nuk e respektoni prindërit, nuk e di pse jetoni në këtë botë. Vallahi, edhe në aspektin fetar, edhe në aspektin kombëtar, edhe në aspektin familjare, rajonale, si dush analizoje. Një njeri që nuk ka respekt për prindërit, e ka humbë edhe këtë botë, e ka me humbë edhe botën tjetër. Inshallah Allahu na udhëzon e të gjithëve së bashku në xhennet na çon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.